Kur është piku i mjegullës, preferohet të marrë maska apo shalla. Përshtuar që do të kenë kujdes në mjegull janë ata që janë smundjet kronike. Shënjestër.net. Mjegullat së bashku me irritantë të ndryshme sikur të smogu, shkakton probleme të ndryshme të persona, sidomos kjo e rrit i bllokon irritantet e ndryshëm, sidomos e ul koncentrimin e oksigjenit, të cilat këto më vonë vijnë si pasojë të ata persona që kanë probleme respiratorike apo më mushkëri, shkakton koll, eksacerbim edhe njëkohësisht edhe probleme domethënë të grupe moshave apo të grupeve të caktuara të ndjeshëm në infeksione respiratorike, me infeksione bakterore, sidomos me koll, me astmë edhe me eksacerbim të smundjeve të ndryshme. Çka do të bëjmë? Në këto raste, sidomos preferohet që të mos dilet, domethënë të rrihet brenda në shtëpi, mirë, po nëse gjithsesi duhet të dilet, atëherë duhet të dilet në kohën kur është sasia më e vogël e mjegullës e jo në pikun e sajna. Gjithsesi, nëse çdo herë do të dilet, personat që janë me smundje të caktuara të mbajnë maska apo shalla, edhe sidomos në fund çdo herë të konsultohet me mjekun e tyre. Nëse është një fëmijë i sëmur, ka kongestion të hundë apo shkurje të hundëve, ka vështirësi, ka koll, apo janë të smut me astmë, se kemi edhe fëmijë me këto probleme, atëherë preferohet që të shmanget domethënë këto lëvizje apo të jenë jashtë, të qëndrojnë jashtë kohë gjatë apo edhe kur është sasia më e madhe e mjegullës apo e smogut. A ndikon kjo në shpeshtimin e gripave? Normal, nëse gjenjet prezisuese të personat ose të fëmijët kanë predispozit për smundje infektive, atëherë po. Për shkak se që ka merë, domethënë, bllokada e irritantëve, shtimi i lagështisë bën më problem frymarrjen, njëkohësisht edhe ulja e oksigjenit që jep favorizim të disa baktereve të ndryshme, kur normalisht kalon gripi, sepse çdo herë një infeksion respiratorik shpesh, sidomos sezoni tash fillon me virus, ma vonë dhe me kompliku me bakterie, që to e komplikojnë çështjet që duhet të një trajtim me antibiotik, edhe ndoshta edhe vjen dhe specializimi i tyre. Shënjestër.net.